të gjithë ata të cilët marrin një stacion plazhi në një plazh ranor kanë detyrimin të lënë distancën deri ke vija e Bregdetit 7.5 deri 8 metra. Në funksion dhe në shërbim të kujdo tjetër, që jo vetëm mund të shëtisi, po mund të vendosi peshqirin dhe tjetër. Nëse do të ketë shërbimin tuaj, mund të marrë shërbimin. E theksoj sepse në vëmendje edhe të policisë së shtetit, në vëmendje edhe të policisë bashkiake, por edhe në vëmendje të të gjithë subjekteve, është e patolerueshme kur një administrator që menaxhon një parcelë private të caktuar për një periudhë të caktuar, të mos lejoj çdo pushues tjetër të qetësohet, të pushojë dhe të përfitojë nga buzet. Është e drejtë publike, deti, uji, plazhi është aksesi lirë për gjithë. As nuk kanë të drejtë ta bllokojnë, dhe as nuk kanë të drejtë të ndalojnë çdo pushues të ulet në buzë të detit. E theksoj dhe do vazhdojmë ta theksojmë, sepse për më tepër si vjet që me rregulloren e re, ne kemi shtuar sipërfaqet e plazheve publike në mënyrë eksponenciale. Çështjet e sigurisë janë çështje të cilat drejtoria e policisë vendore në bashkëpunim me strukturat e tyre të agjencisë mjedisit janë duke koordinuar gjitha veprimet. Shërbimet e tyre do janë 12 orash, janë të përcaktuar sipas planit masave që ka hartuar policia. Do të jenë në dispozicion po dhe për çështjet e ndodhjeve të mjedisit, për çështjet e zhurmave, për lehtësimin e qarkullimit rrugor, për krimet të ndryshme mjedisore siç kemi biseduar bashkë, të cilat do trajtohen në një kohë dhe në një veprim të menjëhershëm për sa i përket. Po dhe subjekteve të cilët janë operues në zonat bregetare, policia do të vinë në ndihmë për çdo lloj shqetësimi që ju do të keni, duhet të merrni dhe të kontaktoni direkt numrat që ju vëmë në dispozicion për sezonin e plazhit dhe policia do të jetë për të siguruar një mjedis dhe për të pasur një turizëm sa më të qetë. Sigurisht, i gjithë shteti, i gjithë qeveria është duke investuar për sa i përket infrastrukturës së turizmit.